Pse duhet dikush të kjo imagjinati ishte, po pse duhet dikush të propozoj duke marr mamën dhe babin tënd aty njerëzit, like do ishte terrible. Babin në botë. Ndoshta është ato dhëndrat e ëndrave që të shpisë duan më shumë se ty në një pikë në kohë. Është aq i mirë. Tani ti duket. Tani për ta mbyllur, në fund kemi një letër nga një gocë, sepse unë ju luta shumë që ne ta bënim telefonat, këtë sepse ishte një histori shumë e lezetshme, por ajo nuk pranoi sepse edhe pse i thash do të ndryshojmë zërin etj, e kishte më shumë siklet sepse kishte një detaj aty që është shumë i sikletshëm. Ka shumë detaje historia, po do doja ta lexoja dhe pastaj më thoni mendimin tuaj. Hajher. Jam 28 vjeç dhe prej 7 vitesh jam në një lidhje. Ai është 33. Është lidhja më e qetë që kam pasur ndonjëherë. Ai është një djalë shumë i mirë, i kuptueshëm, nuk zihemi pothuajse kurrë. Kam takuar familjen e tij, janë njerëz të mirë dhe jam bërë pjesë e tyre. Është një marrëdhënie stabël, pa drama, pa shumë luhatje dhe në sytë të gjithëve dukemi si çifti perfekt. Por prej disa kohësh ai ka filluar të më flasë seriozisht për fëmijë. Më thotë që ndihet gati, që është koha që ne të ndërtojmë familjen tonë. Kjo gjëja më tmerron, sepse unë nuk ndihem gati. Nuk e di pse, nuk është se nuk dua kurrë të bëj fëmijë, ndjej thjesht që tani nuk është momenti. Por për këtë nuk arrit ta them dot. Kam frikë se nuk do të ma kuptonte. Kam frikë se do dyshonte tek unë, do fillonte të mendonte gjëra të paqëna që nuk e dua mjaftueshëm ose që nuk po shoh të ardhmen me të. Nga ana tjetër, unë nuk dua as ta humbas sepse nuk e mendoj dot jetën time pa të. Kemi kaluar 7 vite bashkë. Prandaj, pa e ditur ai, kam filluar të pi kontraceptiv fshehurazi. Ndonjëherë ndjej faj sikur po e tradhtoj. Jo me një person tjetër, por po i tradhtoj besimin. Për çdo herë që më flet për ëndrrën e tij për të qenë baba, unë thjesht i buzëqesh dhe i ndryshoj muhabetin. Dhe shpresoj shumë që një ditë të jem gati, por e di që sot nuk dua. Shoqë ndau bëjnë dera ti çunit. Sa rrallë është të dëgjosh një mashkull që ka dëshirë të jetë baba edhe mezi po pret. Ose pra kjo është tmerr, Ose më duket më absurde që të dëgjosh një mashkull të dëgjon gjithë bë mishi mezi pres të bën baba. Mos i guzon kjo femër. Ne nuk kemi këtu për gjykuar, absolutisht, sepse si ty mund të ketë vajza të tjera plot sa të duash. E qa më habit mua në truin tim, ti kur e një person kalon 1-2 vite, ata kishin 8 vite bashk, 7 vite bashk. Robi bën 2 muhabete, kur e ke ndërmend të duash fëmijë? Shiko, për te kësaj. Bën dhe më ke muhabit tani, pi kontraceptiv kjo është tradhti, është për mua është tradhti. Është më keq, më shumë shpifur, është shumë gjesti shpifur. Shiko, ka një gjë. Unë e thash sepse dua të tregoj më shumë e kujdesshme se unë fola në djem, edhe e kishte më shumë siklet siç e thash, dhe nuk është një histori që e do ta tregonte kushdo, sidomos faktin që po pi kontraceptiv fshehurazi nga burri vet, i dashuri vet. Por unë dua të jem shumë e kujdesshme kur them që ti nuk e do atë. Ti do, po të lexosh në rreshtat e asaj letre që ke shkruar, ti thua që ai është djalë shumë i mirë, që ti ndihesh rehat, që ju të dy nuk ziheni, pra e përshkruan marrëdhënien tënde fiks sikur jeni 2 shokë të ngushtë, sepse ju ashtu jeni bërë, jeni kthyer në 2 shokë të ngushtë. Dhe më bëhet mishi kështu kur flas, por realisht si shoqja shoqes, unë them që ti nuk e do atë djalin, dhe kur e tha Gjesi, unë mendoj që realisht ti për t'i bërë vetes tënde nder në rast të parë, po edhe për t'i bërë nder atij djalit, duhet të ndahesh. Është shumë e thjeshtë kur e themi ne, po merr kohën tënde, sepse ju jeni kthyer në 2 shokë të ngushtë. Dhe nëse ty nuk e ndjen në stomak, pra goca, është ajo ndjesia që ne gocat e kemi në stomak. Fiks janë kthyer ata, po fakti që ajo se ka komunikuar dot me partnerin e saj, faktin që ajo nuk do një fëmijë dhe vendos ta bëjë të gjë pas shpine, më duket shumë e shpifur, nuk e di. Unë mendoj që ajo duhet që ta flasi atë gjë. Po ç'do flas, do të thotë që kanë pi kontraceptiv pas shpinës tënde, ça? Këtë thjesht të thotë që nuk duhet ja thotë atë në fakt. Se ajo është çik do t'ja shkatrojë edhe aty që na herë ne mendojmë të themi disa gjëra, po i themi në mënyrë shumë egoiste për t'i hequr barr nga vetja jon. Po aty mashkulli shkatron shumë emocione nëse ti thon kam këtë kohë që marr kontraceptiv në çeftas që mos ngel shtatzan me ty. Se fillon e kap 2 fish, ti mendoj që përderisa keni kohë bashkë dhe e konsideron si person, duhet i flasësh si. Ka një gjë, se unë realisht u tregova pak e shpejtë dhe e gjykova si gjë. Nëse një femër nuk është gati të bëhet nën, është shumë okay.
Patjetër. Por thjesht ta kishe komunikuar më motor. Thjesht më duhet shumë gjë si shpifur që janë ndorron që të bëhet baba dhe tipi kontraceptiv. Ka një problem. Ndoshta ajo ka menduar që, domethënë ajo nuk thot nuk e mendoj kur të bëj fëmijë, që ti thot ta kishe komunikuar që në fillim se si do shkonin gjërat, sepse ti just nuk mund të thosh unë 28 vjeç do bëj fëmijën e parë, se nuk funksionon ashtu. Mirë, po prap e ka në plane. Unë mendoj që këtu ka një problem më të madh, që është ajo që thash. Po të lexosh në rreshta, ajo thotë që unë e dua dhe nuk e mendoj kur ndarjen nga ai. Po prapë do. Kjo është të kesh frikë nga pasiguria që të sjellë ardhmja, sepse ti ke frikë të mendosh ndarjen nga ai, sepse je rehat. Dhe në momentin që je rehat me këtë njeriu, ti nuk mendon dot as ndarjen, nuk mendon dot as si mund të ishte jeta jote pa këtë njeriu, po jo sepse ti do shumë këtë njeriu. Ti këtë njeriu e do shumë, po e do si shok të ngushtë dhe më beso, di pse ta them, e do si shok të ngushtë, por nuk e do si atë njeriu që shef jetën tënde me të, sepse ti duhet të bësh një pyetje vetes tënde. A e shoh unë jetën time, a shoh të plake me këtë njeriu? Dhe nëse ti direkt thua po, instinkti yt të thot po, atëherë po unë nuk mendoj që ky është rasti, sepse thot kam frikë, nuk e mendoj jetën time pa atë. Nuk është se nuk e mendon jetën pa atë se. Me vërtet nuk e mendon pa atë, dhe ajo ndoshta po pi kontraceptiv thjesht për momentin. Derisa ti mbushet mendja, ndoshta nuk e di, po bëj avokatin e djallit në këtë pikë. Nuk e di, unë ta thash, këto që fola tani janë realisht shumë të ndjera dhe njësoj se doja thoja për shembull shoqes time ngushtë apo motrës time. Bëj një nder vetes dhe rimendoje marrëdhënien sepse nuk je as shumë e madhe, 28 vjeç e ke jetën përpara, e di që mund të trembi ideja që tani ti futem dating life normal të tremb. Po imagjino të trembi të jesh 65 vjeç dhe të thuash po sikur të isha ndar. 65 vjeç që ka kalu. Ti 65 vjeç të kanë kaluar sa vite? 15 vjet. Unë realisht mendoj që edhe gocat, po edhe çunat, ose settle down, ose janë gati kur janë shumë të rinj, ose kur janë 30 e pak. Dhe ajo goca është atë lloj kufiri, mendoj unë. Ka të presioni që ta Megli. Po pra, është në kufirin që është ai presioni që ti u ndave tash, dhe është përveç presion shoqëror dhe presioni vetjak, që ti bën vetes ato gjë, unë dikë që ta kaloj jetën më mirë se ky që kisha. Ti nuk mund ta kalosh. Është frikë kjo brenda vetes. Ti nuk mund ta kalosh jetën me frikë. Si 22, 28. Kjo frika ty mund të pengojë nga të gjeturit e dashurisë së vërtetë jetës tënde. Jo, nuk e gjen kurrë të rri beqare, pastaj dhe po më mirë të rish beqare. Ti s'u nisësh u gjest thosh që do ta gjej një person që të kalojë jetën. Ideja është ne të vogla kemi ndërruar për atë princin e katërt që ta donim. Domethënë, a do kishim ne atë ndriçimin e syve dhe nuk mund të kalojmë ne nga ëndra e ndriçimit të syve dhe të pasurit një partner që ta duam në ta kaloj kam frikë ta kaloj jetën vetëm. Është një dallim shumë i madh. Po kjo nuk është ai po tradhton dhe kjo po rri akoma me të. Këtu unë dua, po mënyra se si e do, mënyra se si e do, ajo është ndryshe. Jo, ti nuk e do një njeri nëse ti thjesht do idenë të qenurit e sigurt me të. Ti një njeri o e do me gjithë qenien tënde dhe ku di e mendon të ardhmë me të. Jo, vite po mas vitesh ndoshta ti thjesht do sepse ai të respekton, jeni të qetë bashk, ti mund të presësh që mas vitesh. Jo, refuzoj ta mendoj kështu sepse njoh njerëz që kanë dashuria pasionante mund të venitet ngel. Po jo dashuria për njëri tjetrin. Dhe ti e do si individ. Nuk mendoj që jeni ata dashuri. Jam shumë kundër kontraceptive. Këtë e thashë në fillim fare. Në këtë rast, për nëse ju jeni në një marrëdhënie dhe po ndoshta pas vitesh robi bie në një zonë komforti. Pikërisht ky është një alert shumë i madh për të filluar për ta menduar a dua të jem realisht me këtë njeriu apo dua thjesht sigurinë dhe rehatin që kam me këtë çëndrim me këtë. Tjetër, janë 7 vite prapë me tjetrin edhe ç'do bësh. Edhe çfarë do të thotë kjo? Fakti që fëmijë nëse jeni vërtet gati. Po vërtet kjo është rëndësishme. I çon nëpër terapi pastaj kur triten sepse lindën pa dashje. Un jam kundër absolutisht, është shumë e gabuar fakti që ti ke pirë kontraceptiv pa i treguar, po jam absolutisht pro të mos bërit fëmijë sepse ti nuk ndihesh për fëmijë. Një fëmijë nuk bëhet se do të lidhi ty me partnerin siç bëjnë shumica e grave dhe burrave. A mund të bëj një batutë? A mund të bëj një batutë? Po. Më qafsh mua. Dhe me thënë se është me nu çuni shkret, pse nuk ato po fjalë. Pse nuk po i punon gjithë të kohë. Kur tash dramatizuar. Thuja. Jo, imagjino se më shpëndoi. Jo, thua për zonë nxitova se. Sa mua kishte që pinte kjo kontraceptiv? Ka shumë kohë që kur tentojnë që ai ka thënë, do të thënë, ai ndoshta i shkreti mund të ketë shkuar te doktori, më çeftas për ta pyet. Punon, a mund problemi? A është ajo problemi? Kështu që ndoshta jo mos i thuaj që po pi kontraceptiv, thjesht thuaj që bisedoj që nuk e gati. Po, bisedoj që nuk e gati dhe ndoshta thuaj që
nuk kanë qenë ditët e dura, ti je okay. Unë fjalën time E paska stil me horoskop kinez që nuk isha në djeni. Unë fjalën time për këtë historinë e thash dhe realisht mendoj që duhet të rimendoj nëse do që të jetë me atë vërtet apo jo, sepse është shumë e çuditshme mënyra si jo çuditshme, shumë realiste se unë kam dëgjuar histori tjera. Bëni asgjë që nuk doni, nëse nuk e ndjeni mjaftueshëm plotësisht brenda vetes tuaj, jeni gati për një hap më shumë. Mendoj që u bëm shumë filozofe, po kjo është një temë shumë e bukur. Andale!